Një 45 vjeçar ka përfunduar në prangat e policisë të Durrësit i dyshuar për përfshirje në aktivitetin kriminal të shpërndarjes së lëndëve narkotike dhe vjedhjeve në zonë. I arrestuari është identifikuar si Julian Ismailaj, i cili u ndalua pas një ndjekje nga forcat e rendit. Sipas burimeve zyrtare, në momentin që ka konstatuar praninë e policisë, 45 vjeçari ka tentuar të largohet me shpejtësi duke përplasur edhe automjetin e shërbimit në përpjekje për të shpëtuar kontrollit. Pas neutralizimit të tij, efektivët kanë ushtruar kontroll në automjet. Gjatë kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar sasi heroine dhe kokaine, si dhe një pajisje elektroshoku që dyshohet se përdori për vetmbrojtje ose për qëllime kërcënuese. Policia bën me dije se në momentin e ndalimit Ismailaj rezultoi të ishte edhe nën efektin e lëndëve narkotike. Nga hetimet paraprake dyshohet se ai merrej me shpërndarjen e drogave të forta në zona të ndryshme të qytetit, si dhe me kryerjen e vjedhjeve për të cilat po verifikohet përfshirja në disa raste të mëparshme. Ndërkohë, një tjetër person i cili shoqërohej me të arrestuarin po jetohet në gjendje të lirë, pasi dyshohet se për motive të dobta ka kërcënuar një shtetas duke përdorur një armë lodër. Materialet procedurale janë referuar prokurisë së Durrësit për vijimin e hetimeve dhe përcaktimin e përgjegjësive ligjore.